A mund të ndalemi pak se cilat janë këto patologji që ka rezultate të mira falë kësaj mjekësie tradicionale? Në Kinë thuhet në librat mjekësor që akupunktura përdoret për 180 grup sëmundjesh. Për 180 grup sëmundjesh. Në masterin që kam bërë unë, ti nuk mund të specializohesh për gjithçka. Varet çfarë specialiteti ka doktoresha që ti e caktuar. Kështu që unë jam specializuar në sëmundjet e kolonës, spondiloartroza, hernie diskale, shkarje disku, migrena, neuralgji trigeminale, paraliza faciale, artrite, borsite, hemoroide, eneurezis nokturne, që është urinimi natën që bëjmë fëmijët, me 10 seanca shërohet. Me 10 seanca? Me 10 seanca shërohet. Cila prej tyre me 10 seanca? Eneurezis nokturne. Po. Që është fëmijët urinojnë natën. Po të tjerat, se folët për një të gjërë në fakt. Ka dhe sëmundje të tjera si alopecia areata, shërënja e flokëve me pulla, bëhen 5 seanca akupunktur dhe mbin floku. Janë dhe tek burrat dhe tek gratë. Me 5 seanca akupunktur mbin floku, duket floku i ri. Dhe pastaj rritet vetë, nuk ka nevojë më të bëj terapi. Është e mrekullueshme. Akupunktura funksioni më madhor e ka heqjen e dhimbjes. Domethënë ky është funksioni alfa i akupunkturës, por përdoret për sëmundjet reumatizmale, po, në artrit reumatoid, heq ëndjen, heq dhimbjen. Pacientët jetojnë periudha të gjata pa simptoma dhe vinë bëjnë prapë terapi. Shërim të përjetshëm nuk ka. Por sa mund të zgjas efektin? Në rastin e një pacienti me sëmundje reumatizmale, për shembull, sa seanca mund të duhet dhe sa është efektshmëria, sa zgjat? Pacientët janë të ndryshëm, se varet në çfarë stadi vinë, nga eksperjenca ime klinike. Pacienti duhet bëjt paktën 10 seanca akupunktur, bëhet 3 herë në javë, mund ta bëjtë 2 herë në javë, për 4 javë, po jo më pak se 2 herë në javë, që të ketë efekt. Dhe ju ka mbajtur 1 vit, 2 vjet, 3 vjet. Fantastike. Po, por nuk merr asnjë ilaç.